Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Nga rregullat që ne si besimtar duhet I kemi parasysh, para se të hajmë diçka, para se të ushqehemi me diçka, duhet njëherë të sigurohemi që ushqimi që e kemi para vetës të jetë ushqim halal. Dhe që ushqimi të jetë halal, ai duhet të plotësojë dy kushte kryesore. Kushti I parë është që ushqimet që kemi para vetës në thelb të jenë ushqime të lejuara dhe të mira, dhe mos jenë nga ushqimet që janë të ndaluara, sikurse mishi I derrit, sikurse pijet alkoolike dhe kështu me radhë. Allahu I madhëruar na urdhëron në Kur'anin famëlar duke na thënë: Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, wala tattabi'u khutuwati ash-shaytan, innahu lakum aduwwun mubin. O ju njerëz, ushqehuni, hani nga të mirat e Zotit që Zoti ju jep nëpërmjet tokës dhe që I keni sipërfaqen e tokës, me kush që ato ushqime që po I hani të jenë ushqime halal, të lejuara dhe të mira, e mos e ndiqni rrugën e shejtanit mallkuar, nga se ai me të vërtet dëshiron të ju çojë në humbje, ai e dëshiron shkatërrimin për ju. Nga se shejtani I mallkuar edhe gjatë ngrënies së ushqimit dëshiron të na mashtrojë që ushqimin që kemi halal ta përziem me gjëra haram, në mënyrë që edhe gjatë ngrënies së ushqimit të jemi mëkatar para Zotit të madhëruar. Dhe kushti I dytë që duhet ta plotësoj ushqimi jon që ai të jetë halal, është që nga pasuria të cilën ne kemi bler ushqimin, të jetë pasuri e cila është fituar në rrugët halal dhe të lejuara. Pra të mos jetë nga një pasuri e cila është fituar në rrugë të ndaluara, sikurse mund të jetë pra nga fitimi I pasurisë së kamatës, sikurse mund të jetë nga fitimi I pasurisë pra në bigjoz, sikurse mund të jetë nga fitimi I pasurisë nga tregtia me gjëra të ndaluara, lëndë narkotike, alkool dhe kështu me radhë. Pra që ushqimi jon të jetë halal plotësisht, ai duhet që ushqimi I cili është bler të blihet nga një pasuri e cila është fituar në rrugë të lejuara, pra nga dirsa e ballit, nga puna e dorës son, të jetë nga lodhja jon, të jetë pra me mundin ton, në rrugët të cilat tashmë janë të njohura e që janë halal dhe të lejuara. E pasi të sigurohemi që ky ushqim ka plotësuar këto dy kushte, atëherë pra këtë ushqim e kemi të sigurt halal dhe përveç se largojmë urinë, përveç se e bëjmë trupin ton më të fuqishëm, gjithashtu në ngrënien e këtij ushqimi halal, ne edhe e fitojmë kënaqësinë e Zotit xhelle shanuhu wa xhelle xhelaluhu. Nga rregullat tjera që duhet kemi parasysh para se të fillojmë me ushqimin, është edhe pastrimi I duarve. E që kjo është edhe natyrshmëri njerëzore, nga se duart brenda ditës mund të ndoten me gjëra të ndryshme, dhe ato kanë bakterie, kështu që nëse neve nuk I pastrojmë duart tona, ka mundësi që gjatë momentit kur ushqehemi, edhe bakteriet e duarve t'i çojmë në organizmin ton, kështu që mund të shkaktojmë sëmundje të ndryshme. Prandaj nga natyrshmëria njerëzore është edhe pastrimi I duarve. Dhe përveç se është natyrshmëri njerëzore, është edhe porosi e pejgamberit Muhammed alayhi salatu wassalam, e që ai bekuar na ka porositur duke na thënë: "Barakatu ta'am", pra begatia, bereqeti I ushqimit qëndron në atë se el wudu'u qablahu wal wudu'u ba'dahu, pra në pastrimin para ushqimit dhe në pastrimin pas ushqimit. E që këtu përmendet el wudu pra abdesti, por që dietarët kanë thënë se ka pat për qëllim pejgamberi alayhi salam pastrimin e duarve, nga se kjo është lehtësi për njerëzit, nga se nëse do të ishte për qëllim abdesti, atëherë kjo do të ishte një vështirësi për njerëzit, nga se do të duhej që sa herë ato të hanin diçka, së pari të marrin abdest, pastaj edhe të ushqehen. Mirë po, Islami në thelb është lehtësi, kështu që më e lehta për njerëzit është pastrimi I duarve. Pra edhe kjo është nga rregullat që duhet kemi parasysh para se të fillojmë me ngrënien e ushqimit. Ti pastrojmë duart, pastaj le të fillojmë me ushqimin. Rregull tjetër I rëndësishëm që ka të bëjë me atë se para se të fillojmë me ushqimin, është që sa më shumë të tubohemi në vendin në cilin do të hajmë ushqim së bashku. Pra nuk është nga mësimet e Islamit që të gjithë njerëzit të ushqehin veç e veç. Pra sot ne arsyetohemi për shkak të angazhimeve të tepërta që të ushqehemi veç e veç, nga se nuk mund të tubohemi të gjithë në një haje të caktuar. Mirë po pejgamberi alayhi salatu wassalam na porosit që të tubohemi gjatë ngrënies së ushqimit, nga se kështu I shtohet begatia dhe bereqeti ushqimit që po e ham. Një ditë prej ditësh një person e pyeti pejgamberin e Zotit alayhi salam: "O I dërguari I Allahut, po hajmë ushqim, por nuk po ngopemi, nuk po e ndjejmë bereqetin e ushqimit." Pejgamberi alayhi salatu wassalam I tha: "A mos ndoshta po hani veç e veç?"
Tha po, tha ja Resulullah. Atëherë tha, pra të bohuni në ushimin që po e hani, përmendeni emrin e Zotit para se të hani ushim, dhe me siguri Allahu do ashtoj bereqetin në ushimin të cilin po e hani. Pra nga mësimet e pejgamberit alayhis salatu wassalam është që të mos ushqehemi veç e veç, por më e mira dhe më e begatshme për ngrënien e ushimit është që të marrim pjesë sa më shumë njerëz gjatë ngrënies së atij ushimi.